në podcastin Univlora dhe në këtë episod ne kemi juristen Mikela Muço, përfaqësuese avokati të popullit në Vlorë, një aktor kyç në mbrojtjen e të drejtave dhe lirisë së qytetarëve. Pjesë e rëndësishme e angazhimit të saj është ndërgjegjësimi institucional dhe krijimi i një ambienti të drejtë dhe transparent, duke garantuar mbrojtjen e individëve nga çdo formë abuzimi, përfshirë edhe ato që mund të ndodhin në institucionet arsimore. Për më shumë, Mikela, mirë se Mirë se ju gjeta, nëse më lejoni t'ju thëras Zyrshmarieta, siç që kam të rritur dikur kur keni qenë zysha ime, një figurë shumë e dashur për mua, edhe me qenë se na rastisi sot ta zhvillojmë në 7 mars, dhe t'ju shpreha gjithë falënderime dhe mirënjohjen time, që keni ngelur gjithmonë një figurë shumë e dashur ndër vite për mua, edhe besoj për gjithë studentët që kanë pasur fatin të punojnë edhe të studiojnë pranë jush. Të falenderoj shumë, ishte kënaqësi dhe për mua të kisha nxënësen time. Mikela, avokati i popullit ka një rëndësi shumë të madhe, siç e përmenda edhe pak më parë për të drejtat e qytetarëve. Por do donim të dinim cili është roli i tij dhe si kontribon për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve, përfshirë edhe studentët në kuadër të jetës akademike. Siç e thatë, institucioni avokati i popullit është nga institucionet më të rëndësishme në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Është një institucion i pavarur i cili trajton ankesat që vijnë nga qytetarët kur ata pretendojnë se ka shkelje të drejtave të tyre nga organet e administratës shtetërore ose të tretëve që veprojnë në emër dhe për llogari të tyre. E veçanta e institucionit tonë në Shqipëri ne nuk mund të bëjë ankesë vetëm një person, një individ i cili është mbi 18 vjeç. Në institucionin e avokatit të popullit është edhe seksioni mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, dhe aty mund të bëjnë ankesën e tyre edhe fëmijët që mund të jenë të mitur të ciklit të ullët, të gjimnazit e të tjerë, të cilët pretendojnë që janë shkelur të drejtat qoftë në ambientin akademik, shkollor ose jashtë saj. Ka të drejtën kushdo që nga mosha 6 vjeç, po them që një fëmijë, individ i vogël, po themi fëmijë i cili e percepton se i është shkelur një drejtë ose i është bërë një padrejtësi. Pavarësisht stadeve të zhvillimit moshor. Dhe seksioni i mbrojtjes së drejtave të fëmijëve pranë institucionit tonë trajton të gjitha këto problematika dhe sigurisht që monitoron të gjitha shkollat, proceset mësimore, politikat e hartuara nga Ministria e Arsimit dhe të tjerë. Përfshirë këtu edhe studentët përderisa ndodhen në vend. Patjetër, dhe përpos faktit që të gjithë individët, studentët, nxënësit mund ta bëjnë personalisht ankesën pranë institucionit tonë, ne shqyrtojmë edhe raste me iniciativë, të cilat mund t'i shohim nga media lokale, media kombëtare, raste që bëhen publike e tjerë. Bukur. Avokati i popullit dhe Universiteti i Vlorës kanë një marrëveshje bashkëpunimi së bashku. Cili është niveli i bashkëpunimit midis këtyre dy institucioneve të rëndësishme dhe si mund të forcohet ky bashkëpunim më tej për të mbrojtur të drejtat e studentëve? Institucioni i avokatit të popullit ka marrëveshje e cila operon në të gjithë shkollat, universitetet e Republikës së Shqipërisë, ka një marrëveshje me Ministrinë e Arsimit. Me Universitetin e Vlorës, në fakt kemi zhvilluar disa takime ndër vite, kryesisht me studentët e Fakultetit të Drejtësisë, duke qenë se ata janë më pranë edhe profilit të drejtës, edhe ju kemi folur për institucionin, për t'u dhënë më shumë njohuri se si ata mund të orientojnë më pas miqt ose familjarët e tyre që t'i drejtojnë institucionit tonë, por duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit të cilat po bën publike në media, çështje të bullizimit, të mos respektimit të drejtave, në agjendën tonë të aktiviteteve sigurisht që do të zhvillohen dhe aktivitete për të bërë më shumë një promovim të drejtave të njerëzit, edhe se si ata mund t'i njohin, t'i kërkojnë edhe ta evidentojnë në rast se ato shkelen. Bukur. Shumë e rëndësishme, si mund të përfitojnë studentët nga shërbimet e ofruara nga institucioni avokati i popullit dhe doja të dija, Mikela, cilat janë çështjet më të zakonshme që prekni ju nga studentët? Përveç, siç po thoja, që çdo individ, student mund të vi pranë institucionit ose zyrave rajonale dhe ta bëjë ankesën e tij personalisht, ne kemi edhe një aplikacion Avokati i Popullit ku mund ta bësh ankesën drejt për së drejti aty, ose mund të, siç po thoja, nëpërmjet organizatave. Ne bashkëpunojmë shumë me organizata dhe aktorë të shoqërisë civile dhe sigurisht që dim që në Vlorë ka disa organizata të tipit, nuk e di,
këshille rinore ose grupe studentore, të cilët kanë kontakt më të afërt me studentët dhe ata mund të na i referojnë si rast për të shqyrtuar. A ka pasur rast? Ka pasur raste, por kryesisht çështjet që trajtojmë kryesisht janë çështjet e administratës publike, ndoshta edhe që janë probleme familjare të studentëve, çështje me hipotekën, me ujësjellsin, me OSHE-n, me tatimet, po themi, janë këto organet të cilët ne si individ kemi më shumë të bëjmë në jetën e përditshme sesa çështje të tjera. Roli i avokatit të popullit në çështjet e dallimeve gjinore, përsëri aty është shumë i rëndësishëm sepse nuk lejon pjesën e diskriminimit, që është një rol shumë i rëndësishëm. Të mos harrojmë që studentët janë 18 deri në moshën 22 vjeçe. Dhe sigurisht edhe ata kanë atë peshën e diskriminimit, dallimit gjinor, dallimeve financiare me njëri tjetrin. Si mund të kontribuoni ju, Mikela, në evidentimin e çështjeve të diskriminimit që ndodhin rëndom dhe në ambientet studentore, në ambientin akademik? Është e njëjta përgjigje që i dash edhe më parë, pra përveç se studenti mund të vijë dhe ta bëjë prezent problematikën pranë nesh, ka edhe struktura të tjera brenda stafit akademik, ndoshta edhe një pedagog i cili mund ta evidentojë që po ndodh një rast i tillë, qoftë nga një koleg i vet ose qoftë edhe nga një student. Kemi koordinim ju? Po, patjetër, ne kemi kontaktet tona, edhe sigurisht që nëse diçka është problematike vërtet, ne atëherë shkojmë dhe flasim me studentin e bullizuar në këtë rast, po themi, ose që është ndjeri diskriminuar, dhe nëse ai është dakord, marrim dakordsinë e tij për të vazhduar procedurat e mëtejshme ligjore, sepse përpos faktit që ne mund të themi që bullizimi është një fenomen që ndodh rëndom në shoqërinë tonë, sigurisht që ka pasoja ligjore në rastet kur te kalohet ai caku dhe nëse bëhet një problematik. Ne kemi bashkëpunim dhe me Komisionerin për Mbrojtje nga Diskriminimi, i cili është një institucion që ndryshe nga Avokati i Popullit delte me një vendim pas hetimit administrativ që i bëhet rastit, dhe kështu që rastet që janë tipike diskriminuese ne i referojmë tek institucioni i komisionerit. Më qëndrove diskrete kur të pyeta për rastet. A ka raste? Patjetër që ka raste, zyra rajonale Vlorë trajton shumë raste dhe institucioni Avokati i Popullit në përgjithësi trajton shumë raste. Zakonisht ne dalim me rekomandime, e cila është edhe arma jon, po themi, që vegla, si ta them, domethënë përfundimtarja që ne nxjerrim nga shqyrtimi i një situate, nga hetimi administrativ i rasti, është një rekomandim që mund t'i drejtohet institucionit që pretendohet se ka shkelur të drejtën qytetari, duke i renditur disa pika që duhet i përmirësojë në veprimtarinë e tij të përditshme. A ka pasur raste kur studentët janë drejtuar te Avokati i Popullit për të mbrojtur të drejtat e tyre në kuadër të jetës universitare? Si ka qenë kjo përvojë dhe çfarë mund të përmirësohet në këtë drejtim? Siç e përmenda edhe më parë, sigurisht që ka problematika, qoftë edhe në gjimnaze, qoftë në shkollat nëntëvjeçare, qoftë edhe në ambientet e fakultetit. Kemi raste konkrete të cilët studentët na janë drejtuar për të kërkuar ndihmë, qoftë edhe këshillim ligjor pas bërjes së një ankese, sepse është dhe një shërbim që ofron zyra jon. Ne jo vetëm trajtojmë ankesa, por në rastet kur ka nevojë për një këshillim ligjor, sigurisht që ofrojmë edhe atë. Studentët sigurisht hasin problematika midis grupeve studentore, rastet e bullizimit, të diskriminimit. Edhe pse bëjmë jetë individuale dhe jo jetë kolektive. Por duke qenë se ne jemi një qytet i vogël për hir të së vërtetës, edhe krijohen ato lidhjet midis studentëve, sepse grupet janë të vogla, kështu që ndodhin dhe këto gjëra. Midis stafit akademik ka pasur problematika, ka pasur ankesa të cilët pretendohet se nuk i kanë trajtuar me respekt dhe dinjitet studentët, por sigurisht unë nuk mund të flas më tepër mbi studentët edhe mbi këto raste, sepse janë raste të cilat ne i trajtojmë me diskrecion edhe. Bukur. Kjo është gjëja që mund të them. E qartë, por këtu do përmend pak edhe dallimet gjinore. Dhe di që roli i Avokatit të Popullit në çështjet e dallimeve gjinore, në mos gaboj, dhe diskriminimit është shumë i rëndësishëm. Si mund të kontribuoni ju në adresimin
e çështjeve të diskriminimit që ndodhin në universitet. Përfshirë ato për arsye gjinore apo etnike apo sociale. Institucioni i Avokatit të Popullit e adreson çdo ankesë edhe çdo rast në institucionet përkatëse. Sigurisht që ne monitorojmë edhe praktikat të cilat ndiqen qoftë nga Ministria e Mirëqenies së Arsimit dhe sigurisht që nëse ka nevojë këto politika për korrigjim, avokatja e cila zonja Ballanca, e cila ka i kushton një rëndësi të shtuar këtyre çështjeve, atëherë del me rekomandime të caktuara të cilat synojnë përmirësimin e këtyre politikave të ndjekura. Ne marrim raste qoftë edhe nga organizatat, i ndihmojmë me këshillim ligjor, i orientojmë pranë institucioneve ku i do marrin ndihmën konkrete, sepse ne nuk kemi një institucion që japim zgjidhje konkrete. Ne i orientojmë dhe i adresojmë problematikat e institucionet që janë përgjegjëse dhe kompetente për zgjidhjen e rasteve. E qartë. Mikela, a ka bashkëpunim të drejt për drejt mes Avokatit të Popullit dhe organizatave studentore? Jo më larg nga dje, data 6 mars, studentët votuan për këshillat studentor. Si mund të rritet bashkëpunimi për të siguruar mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të studentëve? Për hir të së vërtetës, ne nuk kemi pasur bashkëpunim, duke qenë se me këshillat studentor, duke qenë se vetë universiteti ka qenë në një proces reformimi. Jam në dieni të zgjedhjeve që janë zhvilluar ditën e djeshme dhe sigurisht sapo këto struktura të kompletohen, do të zhvillojmë një takim edhe do të flasim se si mund ta çojmë më përpara punën tonë për të bërë këto detyrat që ka institucioni jon, për të cilën është mandatuar, që janë informimi dhe këshillimi ligjor i studentëve dhe grupeve të interesit për të njohur më tepër rreth Avokatit të Popullit edhe për të ditur të gjitha funksionet tona dhe se si na mund t'ju vim në ndihmë atyre. Në fakt do ndalesha tek rëndësia e edukimit ligjor. Për marrjen, dhënien dhe marrjen e informacionit që duhet të marrin studentët për të drejtat dhe mbrojtjen ligjore. Si mund t'i ofroj Avokati Popullit asistencë në këtë drejtim studentëve? Cilat janë politikat? Në kalendarin tonë të eventeve, ne prej kohës zhvillojmë aktivitete të cilat i titullojmë ditë hapura, jo vetëm në godina, për shembull, jo më larg se javën e shkuar kishim një takim te Pallati i Kulturës ku pritëm qytetar, por edhe nëpër gjimnazet dhe shkolla nëntëvjeçare të qytetit, duke informuar nxënësit se si mund t'i drejtojnë institucionit të Avokatit të Popullit dhe se si ata mund të përfitojnë nga shërbimet falas që ofron ky institucion. Kështu që të njëjtën praktikë kam përshtypjen do ndjekim edhe me studentët e universitetit, do të zhvillojmë takime me ta dhe do të kryejmë këto sesione informuese. Në veçanti lidhja edhe me këshillat studentore, sepse ata janë një shtyllë besoj organizatorët edhe që do na ndihmojnë, do na facilizojnë për zhvillimin e këtyre takimeve dhe për të zhvilluar më tej aktivitetet tona që mund të jenë të shumta, sepse ne nuk kemi bërë vetëm takime informuese. Vitin e shkuar, po marr si shembull, bëm një konkurs, mini konkurs midis klasave të gjimnazit Alim Xhelo, ku ata morën një urim mbi institucionin e Avokatit të Popullit dhe Drejtorisë së Ndihmës Juridike falas dhe në një përballje shpalosën një uri të tyre dhe grupi që fitoi më shumë pikë mori edhe certifikata edhe. Universiteti i Vlorës ka fakultetin e drejtësisë. Si është marrëdhënia juaj me këtë fakultet? Ne kemi zhvilluar një takim vitin e shkuar me studentët e Fakultetit të Drejtësisë, ku ju kemi treguar atyre më tepër për institucionin e Avokatit të Popullit. Sigurisht që ata e kanë të dëgjuar dhe e kanë prekur në leksionet e tyre si institucion, por ne ju treguam më shumë se sa zhvillime, se si mund të na takojnë, mënyrat se si ata mund të bien në kontakt me ne dhe është e rëndësishme sepse këtë informacion ju apërçojnë edhe familjarëve ose pjesëtarëve të komunitetit të tyre dhe normalisht i ndihmon ata për të zgjidhur problematika të ndryshme. Bukur. Mikela, cili është mesazhi yt në lidhje me studentët, duke përfshirë brenda informacionin, edukimin, ruajtjen nga bullizimi, nga etika e mësuesit, e administratës, me njëri tjetrin, një mesazh të përgjithshëm?
Unë e kam të rëndësishme që t'i bëj këto sesione informuese sepse duhet që të gjithë njohin të drejtat e tyre, sepse duke njohur të drejtat e tyre është vetmja mënyrë që ti të mësosh dhe si të mbrosh ato ndaj agresionit të mjedisit, që mund të jetë në ambientet e shkollës, mund të jetë në ambientet jashtë shkollës, në familje e të tjerë. Kështu që doja t'ju thoya të gjithë studentëve që nëse keni raste të cilat ndjeni të cënuar ose shkelet dinjitetit e të drejtat tuaja, t'i drejtojnë institucionit të avokatit të popullit, sepse ne përveç se do të trajtojmë rastin tuaj dhe do e adresojmë ato në institucionet të tjera dhe sigurisht që së bashku mund të bëjmë një ndryshim shumë të madh. Dhe të gjithë të ndjehemi mirë në shoqëri dhe të drejtat të zbatohen. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij podcasti. Dhe unë ju falenderoj shumë, ishte një kënaqësi.